Në skenën gjigante të ndërtuar në shëtitoren Lungomare, pranë ujë të ftohtë, Vlora ka qelur zyrtarisht sezonin turistik. Qelja e sezonit veror me një koncert festiv i cili kishte të gjithë elementet, duke filluar nga sfilatat e modës, performansa në kërcim nga bukuroshet nga gjithë bota, por edhe këngë të performuar nga emrat më në zë të muzikës vendase, si Soni Malaj dhe Ylli Limani, performancat të cilat të rëmbyen duar trokitjet e publikut, i cili kishte mbushur Bregdetin në Lungomare. Për të voglën bëhet nami, do t'i që shede ti. Shkërme shëpta! Nuk ka vend kur t'menoj, nuk ka I ngjitur në sken, kreu i bashkisë së Vlorës bën hapjen zyrtare të sezonit veror. Dredha ka një ftesë për të gjithë qytetarët që të festojnë së bashku nisjen e këtij sezoni. Do festojmë së bashku apo jo? Duhet të qëndroni deri në fund, sepse do të ketë surpriza gjatë gjithë kësaj shfaqje sot. Do të jetë një natë e gjatë, plot me show. Dua të festoni, të kërceni gjithë bashkë, që të kuptojmë të gjithë që ne qelim një sezon që do të mbahet mend gjatë gjithë sezonit veror. Kështu që gëzuar gjithëve, gëzuar. Në fjalën e tij për televizionin 6+ Vlora, Ermal Dredha bën një përmbledhje të aktiviteteve të cilat janë zhvilluar në Vlorë në kuadër të çeljes zyrtare të sezonit veror, teksa thot se ato janë auguri i mirë i një sezoni turistik që pritet të jetë tepër i suksesshëm. Super event ka filluar me aktivitetin e Miss Summer World, që ndoqën pak më parë. Ishte një event magjik, mund ta them. Fitoi Turqia, vajza nga Turqia. E urojmë edhe vajzën sepse realisht bëri dhe ajo një performancë dhe i dha pak gjallëri edhe atmosferë edhe prezencës së njerëzve që ishte sot këtu. Dhe tani ne kemi koncertin që kemi filluar me Soni Malaj. Kjo është edhe çelja zyrtare e sezonit turistik dhe më pas vijon me Ylli Limanin sot, ndërkohë që nesër kemi prap një koncert të madh me Ledri Vulaj, edhe DJ të famshëm nga territori shqiptar. Shpresojmë që njerëzit të kënaqen dhe u bë një thirrje të vazhdojnë të jenë kaq të shumë të numër sa që janë sot, sepse ja vlen. Ja vlen, tregojmë edhe që ne japim ngjyra qytetit me këto lloj aktivitetesh që i mungonin shumë qytetit. Se do të vinë qytetarët shqiptar në Vlorë, se do ta zgjedhin Vlorën këtë sezon. Duhet ta zgjedhin edhe për këtë që po ndodh sot dhe do të ndodhi gjatë gjithë verës, do të kemi evente të ngjashme gjatë gjithë verës. Kemi një triatlon nesër në mëngjes që ndodh, pastaj në darkë është koncerti, por do të kemi edhe evente në vazhdim për gjatë muajit maj, qershor, do të kemi përsëri në Korik edhe në gusht, pastaj që do të kemi një event pak a shumë të ngjashëm atë që kishim vitin që shkoi, siç ishte DJ i famshëm Steve Aoki, do të kemi përsëri një DJ po të atyre niveleve në muajin gusht. Kështu që Vlora i ka të gjitha, bukurit, mundësit, njerëzit, ka ushqimin, i ka të gjitha. Kështu që duhet ta përqafojmë Vlorën sepse Vlora di si t'i trajtoj. Koncerti do të jetë i ndarë në 2 ditë, i zhvilluar përgjatë së shtunës të mbrëmje, por edhe këtë të diel, ku performojnë emrat më të njohur të muzikës si Kida dhe Ledri Vula. Ky koncert festiv ka qenë i parashikuar për të zhvilluar të premte në mbrëmje, por u shty për shkak të kushteve të përkeqësuara atmosferike.